Miqtë të Piskut, ju përshëndesim, uroj që t'jeni mirë. Kjo është situata, kjo është gjendja, kjo është populli shqiptar, këta janë politikanët. Ne këtë duam, të meritojmë, e kemi thënë prej kohësh dhe ta gëzojmë më së miri. Ta gëzoni vlla, ta gëzoni sultanatin. Jeni me gonin e ijes, do të bëjmë një analizë që se keni parë në asnjë nga mediat shqiptare dhe nuk thuajnë këto të vërteta se si shihet realisht situata, gjendja ku janë sot shqiptarët pas mandatit të tretë, është mandati 4 i Edi Ramës. Patjetër. Të ardhmen e shqiptarëve. Shqiptarët janë rob të pakdhendur. Unë jam goni njës që ka bëjë misionin, shqiptari është racë e bërzime, nuk o racë e pasarjane. Një. Tani, do i thejmë 2 lafe Erion Braçës. Erion Braçë, bashkë një fina mirë. Të lutem, si ka mundësi një pik të vorës, 66 votues, dalin 1280 votues. Erion Braçë, përgjigjen du për të jenë televizor ku dushti. Ku dush, Erion Braçë? E kam Erionin, edhe një fina mirë. Po. Një kjo. Duhet të përgjigjesh për këtë pyetje që të bora, do ta thejmë edhe për zyrën të ati që ke pas për dokumenta. Bravo qoftë dhe sajtë femës, që ka qenë ndërmene që ka fut frigorifer. Si është futi femër mre frigorifer? Po, Kjo video që doli që ishin me vrap ato që thanë që blejnë vota, bëhen pazare gjëra. Jo, për lek nuk e di, për vota. Po pse u fut frigorifer ajo? Kjo është pyetja. Ai gazetari u shtrëngu pa vëmendshme. Kot do ta kisha frigoriferin. E në ta kapte shamat. Po pse u fut frigorifer? Po. E ka dhënë televizori. Po, me fakte ka qenë kalaja me kliqin në 2%. E ka 6 herë ka morë policinë edhe spagun, ka nërë mas 2 orëve. U konë po si e shpjegon këtë më 82 mandate, 83 mandate. Oj zoti Edi Rama, po që për pistigje Edi Rama, oj zoti, po që për... Shahist. E ka kalu shahist, a të kap shamet mi tek levizje. Tek levizje i shkatroj gjithë, Edi Rama, bashkë na vërgu para bashkis, ty të lumëshin krahat, je i zoti, kjo pëteja o kliqë. Nuk jeni të zotë me mbrojt votën e juj. Gjithë rëmuj bona aty, policia sterdi, spagu sterdi, bësh do të mirë kliqin se kina shëqëri bashkë. Bojt fala edhe kalas. Po për shqiptarët, si ka mund të shqiptarët? Shqiptarët e në pak dhendur. Shqiptarët dun, ore në Veroqa nuk qepu dalë, 20 vjetë. Komën fyt. Ky po e kalojnë Veroqës të një? Kjo super e në Veroqa. E ka shkatru këtë popull. Pa pensione, i tha popullit 2021, esti për para, kyja plasi mraba, tau, pse, rriti për rogët e vete, e boni 4 milion, fut dhe djetat, fut dhe telefonet dhe makinat dhe karburant, 10.000 lek mujt, 10 milion mujt, fut dhe 3 miliardat që i vjedhin popullit taksat, ku e ka risetorin Edi Rama me këtë kërtajnë e bashkisë, që tha isha ke kolegë të mike spagu, a që spagu që e futin burg, a e qojmë durës, do dali Lirmeta, pa do futet, Erion Vilia më biru si Lirmetës. Kështë është e vërdeta. Tu shqiptar s'ka, këtu ka vetëm kafsh. Nuk ka shqiptar, ka vetëm kafsh? Kafsh. Po një më si ka mundësi që kemi votu ka shumë, ky në këtë herë, në këtë zgjedhje, ka fitu më shumë se herë të tjera, më. A di zjo puna? Ka qeni shpreje nga plejsh të vjetër, brez bas brezi. Ti që më ref mu, unë du më shumë ty. Ja, kjo është situata. Kjo është situata, kjo popli. Po, i ke gjitha, pa që i zote mes për ty. Pa që i zote i... Një pjesa tjetër, që të bëjmë një tjetër, shqiptarët e tjerë, a të ketë më shqiptarët të unë Shqipëri? E në plejsh du ikin. Edhe plejsh du ikin? Do t'i nëzjerë do lek që i hullë për voto. Ku do i nëzjerë? Ke biznesi vogël. Taksa, do e mysin. Ke pensionisët, do i vinë taksa dhe të guzma mo. Mos që do që do rritë pensionet dhe, ja do rritë i 5.000 leks, si qdo vit. Si qdo herë që kam premtu? Sa e kam nëjtë pensionin, a që ju ka ullë plesnis. Po kjo nina pëlqen një, apo këta e kanë gjithë dhe janë ashtë mjeshtra për gjithë e formulën? Ore, Edi Rama... Pa aftë jemi një ndoshta më shumë? Jo, Edi Rama, o mjeshtër i zanotit. Mi pra është ai mjeshtër, më punë është... A i di e bënë për shkak se edhe populli është në të gjendje. Dhe gjo, a themi lave, Venezuela ka një president, a kryeministër, që ka diktatorin më të modë botës. Edi Rama komunikon me këte me Venezuela. Jep ide, ky Rama ti, apo me... Jo, a jep ide ti. Edhe ky i zbata. Populli tot, rasja se e ba.
na qypi parsh, na qypi mrapsh. E ba populli, ky lloj populli shqiptar. E ba. Po Shqipëria do bëhet më mirë? Asnjëherë. Më për keq po shkojmë? Më për drejt. Pa të ndryshon një herë gonën si kjo është ajo më positive duke. A kthejmë histori nga 12-ta? 1112-ën. Që atëherë të shkojmë? Që atëherë, pse ka lidhje me të sotën thua? Ja ta them unë ty. Që atëherë nuk që ai Ismail Qemali me bosh shtet. E krijoi shtetin, po si ama dy pëlla shkojnë në Turqi. Iku ky. Vje Zogu. Në 39 në fund Italia, vodhi gjithë Florinin e në ushduk. Bëjnë 2. Erdhen Vrohoxha, vu diktaturë, bëjnë 3. Pasu domethënë? Kalu. Kështu ka pas gjithmonë. Kalu besimet. Erdhen sistemi i këtë i thonë demokraci, këto diktaturë. Pra, jo, e leke ke Zogu, nga Zogu, pastaj... Erdhen Vrohoxha, e vuni Tito e Vrohoxhën. Tito. Po. Edhe ja zhyti. 20 vjet, ama kishte borrinse. S'kishte korrupsion, kishte punë, shkollë, dash boje ditën, dash boje notën, çdo 15 ditë stipte lekët, ama u doshin njerëzit, motra e vlla, kurse sot vrasin në një tjetër prej për gjik tokë. Toka shtreto djalë. Toka ka kalu qindra vjet brezash. E nësa do kaloj, këto vritën për tokë me një tjetër. Aha, nonën ku e kanë letë vritën. Nga ai, pastaj, nga Hoxha, pastaj erdhi demokracia. Erdhi demokracia. Tu ka vetëm diktator, si majtas djathas. Po ky majtas herë, kjo është më diktatori. është më keq se komunizmi. Ky ndjek sistemin e Venezuelës. Ky u gonije, si ta thot Troç. Edi Rama, ty të rrofshëm nga gaci gonijes, bashkë e në vërgu para bashkisë, di veti, që mi hiket me shpeci, u tërgu shoferi i shkadhët, Edi Rama, ty të rrofshëm nga gacet, ti ke shumë drejt, sa ke shajvon popull, jo diktatur, super diktatur vej, vete me gonijës o nga do ti. Po me këtë popullo, nonën gota kenë. E meriton, thua? 100%. Nuk je mërzitur fare? Jo, as pa një fala. Kur Kliqi soj zoti me mbrojt votën, kur Sala soj zoti, kishte drejt Edi Rama ke Blendi Veziju, që tha, buf kënete. Pse? Se zjeti vitoj jo. E pyt Blendi Veziju, po mi si asë jerë, tha. Pse? Ishe ka që i sigur të jo, ha? Është bo, skica, historia, skica e harta gjithë popullit. Ku të shkojnë gjithë prim qërponës o futën, si të tek trapi Edi Ramës. Po mi si ka mundësi, si e shpikon t'i Shkodra dhe Kuksi unë gjyrës blu, kurse pjesa tjetër e Shqipërisë gjithë rozë. Shkodra? Edhe Kuksi, blu, që ka marrë për dëja. Po Kuksi, a që i pëses Kuksi? Po, që e këthym. Ha? E këthym të ne. Se zunë men Kuksionët, e në Shkodronët. Si e shpikon t'i le të flasim pak për genin e Shqiptarit, pra për pjesën e këtyre... Ore, më dogje jerti. Për qytete. A më dogje. Po mi be, edhe në vend të tjera janë djegur, po si ka mundësi që këto nuk kanë reaguar... Po të tjilë ka morë ka vend të tjera, këto nuk të tërgun ka morë këtë radhë. Një, po Shkoda ka qenë velezel se ka dash pësën. Qymë kodën vejtë se ka dash. Edhe se kanë dash akoma. Pa përsi se e morë vote, po e morë me dredhi, me të vjetë. Është edhe Kavaja që është po blu, pra edhe Kavaja është blu, Kavaja ka qenë. E kanë fut në qark të Tiranës, e kanë skuq. Po pra se, varet nga bashkia Tiranës, Po varet nga bashkia Tiranës, i qytet. Po Kavaja, si shpjego për Kavajën? Kavaja janë quna trima, janë demokrat, por... Jo demokrat për pëdën, pra janë demokrat. Jo, demokrat si njerë, se kanë për pëdën, jo, për partin. Si njerëz janë. A mendon si do të ketë tani pas kësaj për ta përmbledhur tani, pas kësaj që ndodhi tani që e mori Rama kaq bindshëm, a do të ketë le të themi protesta, gjëra që populli do të zgjohet? Le të drejnë me automatik si se janë një Edi Ramës. Nuk janë një fare. E në bravo i qoftë. Unë nuk du me pa mësuj për realitet është realitet. Edi Ramës nuk janë një fare për këtë popull. E kemi fajn vetëm, nuk... Pa ne, këj loj popull është zero. Zero, bitës minut zero, jo zero, minut zero është. Këj loj popull. Më për portë, jo zero. Po, kësë të binë mu më nërë, jo më kërmin. Mu më nërë, që më s'ketë shonë që mund në rejtë mo, me dalë në shesh, që të mojë najer. Më thuj edhe mu një mesazh qoftë edhe për ata tjera që në ndjekin, a ja vlet merë më me... Një qika të që po vjerë me mikrofon. Mere i qika. A ja vlet me folë më për politikë, për halët e popullit apo jo? Mos, unë kam qenë spital vetë. Kam qenë 4 herë për 2 muaj gjysë gjene kome. Tu një parë punon të specialist. A mo lek, po si dhe lek da i sprejkte me dollë. Një, e ne kam qenë mërgjenë, tu
Bidoni dytë nuk ke rrunë të fare, atë ka hik oksigeni. A u shkull një aparat i zemrës. Atë të ka ndrej tensioni, atë të ka dull, hyshën e dy majna mësyrë, lahingat, me telefonë u zgërdhishin. E nuk nga nervat dole nga spitali me firmë. Në gjenë e tronë. Nuk ka asë shërbime. Jo, zero. Ne do të merrem problemet apo këtë na thunë. O zero ma. Na ngjon njëria nuk O zero. Dukem se sigur jemi edhe jashtë asaj. O ne jena. Ne jemi shumë mirë, kupton? Ne jena mitskojat e këtij vendi shqiptar, që e ka falë Zoti këtë Shqipëri, e ka pegu Zoti. Ujë, det, ron, pyje. Ne jena muçkoja, jetojmë si njerëz, po jena muçkoja. Ku të na vrasin, ku të na. Ku ta ham unitetin më dhom? Ku ta ham unitetin më dhom? Po gona të falenderoj që i vërtet gjithmonë dhe që jep mesazhe që realisht duhen që dalin. A merr vesh ky popull herë? Unë jam realist, e them troç, edhe frykën nuk e njoh. E në Zoti, vetëm Zoti kam frykën. Por robën s'mani, tani me mdal një me top ose me automatik, me pas 6 kreator, gjoj për të qif shanone, njakum ke. Por vërtetën dhe thush gjithmonë vërtet. A, e vërtet është vërtet, nuk bëhet. Bravo. Për ne du vetën timu. Bravo, prandaj edhe ty du njerëzit kanë kërkuar shumë, edhe uroj që ti jesh mirë gjithmonë edhe mos e pafsh më derë në spitalit. Nuk kam ku shkoj pa shku atje. Sepse tensioni ma shkardhe nonën. Tensioni më fik derë. Mi, ju përshëndesim. Bye bye. Bye bye. O popull, s'kini zonë men, kur s'kini për zonë men. Bye bye o popull.